Alhamdulillah wa kafa wa sallallahu wa sallam wa baraka al Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falëndimet të nësi takohet me Allah subhanahu wa taala, ati përgjërohem që të lavdëroj dhe të bekoj dërgumin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët dhe gjithë ummetin e tij të vëzhgjot. Të njohur vëllezër, shpesh njerëzit në jetë kanë përpjekje për marrë deri në një gjendje përsosurie ose në një gjendje përkryrje, në gjendje kompletimi, mirë po nuk e dinë çka i bë kompletimi. Sidomos ndoshta situata të caktuara, shkaku se çaq din, atë çka e dinë mendojnë si maksimumi. Ndërka që ai mund të mëkonë ndoshta minimumi, aq më tepër ndoshta lë shumë për të dëshiruar për mëkonën gjendje optimale e një synimi të caktuar. Dhe është shumë e rëndësishme me reflektu shpesh në vetvetet tona, perceptimet e tona ose përcaktimet e tona për kitazmi diçka që na e synomi si vlera të përkryera, me po a jemi pengi diçkaje apo jemi të vetëdijsuar për kitazmi me në ndriçimin e një vlere të caktuar. Për shembull, ana ka ngi mjaftueshëm feja ose ai na ndriçu mjaftueshëm nga dia për me kuptuar se çka i bë kompletim çka këtë fush ose në çka këtë çështje ose në çka këtë vlerë. E sidomos sfida që dorë më shumë ti ku një vlerë të caktuar si e plot edhe si e përkryer mungon te shumica. Edhe pastaj kur të mungon te shumica, gjendjen e mangët e konsiderojnë njerëzit të kompletim. Gjendjen e keqe e konsiderojnë kompletim ose ndoshta edhe, domethënë jam familiarizuar. Për shembull, çka i bë gjendje përkryer ose kompletim me një Ramazan. Shumë Ramazani i përkryer ose Ramazan i shfrytzuar mirë ose Ramazan i dal suksesshëm, çka i bë? Mumina me mat ndoshta me pazaret tona. Mi vëralisht me vë me mat mirë fetarisht, ndoshta dalmi keq. Ose për shembull, çka i bë kompletim në konceptin e prindërimit. Të jesh ose të qenë të prind i mirë, prind i suksesshëm. Ndoshta çështja unë se çka i bë kompletim realisht është shumë poshtë. Jo aty ku duhet domethënë më kon. Ose për shembull, çka i bë kompletim në hapat e para të udhëzimit. Për shembull, thon dikush, hapat e para të udhëzimit ose fillat e udhëzimit i kanë pas shumë të kompletuara. Çka i bë kjo i ka pas shumë kompletuar? Është tem veti. Në kompletimi mvaret varësisht përcaktimeve tua, varësisht backgroundit tënd, po edhe varësisht domethënë përcaktimeve të rrethit ku ti gjendesh. Ndaj ekziston edhe një temë që realisht sonte kam qenë aty pari inshallah shtjellimi, që një pjesë e madhe muslimanëve kanë dilema, nuk kanë qartësi çka i bie kompletim, çka i bie plotësi, çka i bie përkryrje, çka i bie përsosuri në bashkësi. Në konceptin e bashkësisë, edhe të martesës së suksesshme, një numër i madh i muslimanëve nuk e kanë qartë. Por mos më thon, shumica e muslimanëve trashëgojnë përcaktimet paraprake të kulturave për të cilave vinë dhe rrëdhëmisht konceptin e kompletimit të përsosurisë e kanë koncept të më thonë shumë të mjegut. Ndaj, për shembull, nëse i hasim realitetet e sotshme, ndoshta prej hamendësime më të shpeshta të njerëzve, fjala vije për shembull, të meshkujt në raport me femnat mund të bëjmë bashkësia kompletuar një bashkësi ku është mot me koncentrim të madh të bukuria. Ndërkaq të femnat në raport me meshkujt bashkësi e shëndosh ose stabile është ajo ku mot shumë me pasunin ose me pozitën shoqërore kështu më radh. Ndaj na mumi milion këtu dyja si shkas për me provoku diskutimin edhe shtjellimin, për me kuptuar që 10 matje të sakta, të duhura, të domosdoshme nuk janë parasysh tek njerëzit, pasi domethënë fokusohen në 2-3 sene, edhe ato i konsiderojnë si funi i kompletimit të konceptit. Edhe rrëdhëmisht pastaj, kur të arrihet çka e ka pasi kompletim, ai nuk ndjen nevojë pastaj për plotësim. Sepse njeri kur kompletohet nuk ndjen nevojë për të shtim edhe për përmirësim e kësaj. Saktësisht, domethënë kur flitet për ndreshjen e bashkësisë ose për përkryen e bashkësisë ose kur flitet për shembull për shtimin e vlerave në bashkësi, ky nuk e ndjen që diskursi i drejtohet atij. Sepse ky e ka pasi kulm bukurinë, ajo e ka pasi kulm pasuninë edhe u kryen ngjarja. Edhe çka do që flitet tutje domethënë nafile për të nuk ka vëmendje. Ndaj besoj që kena drejt me vlerësuar që edhe të fetart ka vobekësi, ka fukarallëk në perceptimin çka i bë kompletim në bashkësi. Ka fukarallëk, domethënë çësia është shumë e varfër, çësia është shumë e izoluar, çësia është shumë e kufizuar, edhe rrëdhëmisht pastaj domethënë ka shumë kriza, sepse as nuk kena me e drejtu bashkësinë si xahila, po as nuk kena të drejtu bashkësinë domethënë si tullzum. Kena me domethënë në vlera të ndërmjetme, të cilat pastaj nuk janë të fuqishme në asnjërin anë. As nuk janë të vlerat e preardhës kulturore, po as nuk janë të vlerat e tanishmit përcaktimit fetar, edhe rrëdhëmisht pastaj ka domethënë bashkësi kushtimisht hibride, në cilat domethënë nuk ka ndonjë fritshmëri të madhe, të cilat zakonisht vijnë kur ti përcaktohesh qartë.
Përcaktohesh me vlerat e Islamit, i ke frytet e Islamit. Përcaktohesh për shembull me objektivat e të tjerëve, ato objektiva janë në fund domethënë që kanë një farë destinacioni, të pëlqen ose domethënë nuk të pëlqen. Ndaj sonte inshallah shfrytëzoj rastin me u çast kësaj teme, me lenin Allah subhanahu wa taala, duke ju referuar një biografi të që vjen në një periudhë kohore pikërisht parafërsisht pas Ar-Rabi ibn Khuthejmit. Domethënë radhitja ka të bëjë shkaku se Imam Dhahabiu e ka radhitën pas 2-3 tabiinëve. Domethënë këtë zoj, këtë non që është fjala për Umudardën rahimahullah, saktësisht është fjala për Umudardën që është tabiine dhe jo Umudardën që është sahabesh. Abu Darda radhiyallahu anhu e ka pas bashortën e parë Umudardën, po ajo është domethënë sahabesh. Dhe zakonisht kësaj Umudardës së dytë i referohen autorët në literaturë si Umudarda as-Sughra për me dalluar nga bashortja e parë. Mirë po nuk bëj një gjë të tillë gjatë ligjratës për arsye se nuk kuptohet përdesë jemi duke trajtuar në kuadër të serisë që ka të bëjë me tabenët, që bëhet fjalë për një zoj nga tabenët, nga domethënë plejada e tabenëve, jo nga plejada e sahabëve. Imam Dhahabiu kur flet për këtë zoj thot as-sayyida al-alima al-faqiha. Thotë është zoja, është dietarja, është faqiha. Domethënë Imam Dhahabiu i jep epitetet pikërisht në cilat ajo vetë se ka arrit me meritën e saj, domethënë të kërkimit të dijes. U kon zoj, u kon e dishme, po u kon edhe faqiha. Thot me Kuhuli për tabenëve, thot kanat Darda faqiha. Darda ka qenë faqiha. Kështu që ne shfrytëzoj rastin me analizoni fakt këtu. Shpesh domethënë kur flitet për aftësimin e motrave muslimane në dijet fetare, nënvizohet domosdoshmërisht vetëm ai aftësimi që i bën ato të afta për detyrat e veta fetare. E që padyshim kjo është domethënë piknisja e aftësimit edhe ndërtimit, mirë po nuk duhet me kufizu kësaj, domethënë duhet me pas ambicie që edhe mu bë dietar, edhe mu bë domethënë thirrse, edhe mu bë domethënë njerëz të cilët kontribuojnë fuqishëm domethënë në ngritjen e çlëtrimit edhe ngritjen e vlerave të muslimanëve, mirë po domethënë duke i mërrit këto shkallë nëpërmjet kërkimit dijes edhe arsimimit edhe do thotë brumosjes me dije. Darda ka transmetuar dijen prej burrit të saj, saktësisht prej Abu Dardës, ka transmetuar jashtë pi Selmanit, pe Abu Hurairës edhe pe Aishës radhiyallahu anha. Ka jetuar shumë gjatë pas vdekjes së Abu Dardës. Ka jetuar shumë gjatë pas vdekjes së Abu Dardës dhe ka qenë e njohur për elm, për ibadet edhe për zuhud. Për shembull thot Aun ibn Abdullah, thot kuna nati Darda fa nadhkuru Allah indaha. Thot vishmit e Darda dhe na u kujtoi ke Allahu. Vishmit e ajo dhe në mezhliset e saj na u kujtoi ke Allahu subhanahu wa ta'ala. Ose dikush tjetër për selefi thot kunna an-nisa'u yata'abbadna ma'a Darda fa idha da'ufna 'an al-qiyam ta'allaqna bil hibal. Thot kishte gra që kishin qef me bëj ibadet bashkë me Dardan, thot dhe kur nishin me bëj ibadet sunë përballojshin do thot fuqinë e saj në ibadet dhe thot ku nuk mundishin me nejt në qiyam, thot u mojshin për litare për me mujt me nejt në qiyam sikurse Darda, ndonse këto transmetime janë zakonisht kur kjo ka bënë mosh. Nuk është domethënë kur ka qenë e re. Në pleqërinë e saj, afër saj kanë qenë elitat e umetit. Në pleqërinë e Dardas kanë qenë elitat e umetit, sikur që është domethënë për Abdul Malik ibn Marwanin, thotë ka nejt halifja i arshëm i muslimanëve, ka nejt goxha shumë në xhliset e saj, edhe kur ka hyrë xhamia dhe kur ka dalë pi xhamis, është majtën Darda për Abdul Malik ibn Marwanin, se kësaj domethënë është ngjarje njerëzve të mëdhenj, domethënë përfitojnë kudo që është mundësia me përfitu. Dhe pastaj përmendet që edhe kur s'ka qenë mezhlisi për dije, për me mësu burrat, nëse ka qenë mezhlisi i grave, domethënë Abdul Malik ibn Marwani ka shku ka nejt shumë larg në xhami, vetëm mos me ik domethënë ursia dhe dija e Dardës rahimahullah. E rëndësishme, ka vdekur në vitin 81 Hijrin, diku 50 vite pas Abu Dardës. Saktësisht Abu Darda kur u kon shtrat vdekjes, transmetohet që ka thonë kësaj. Ala rajulun ya'malu limithli masra'i hadha. Thot, cili burr o të bë gati për që këtë moment kur bie për tokës jone. Pastaj ka thonë, ala rajulun ya'malu limithli sa'ati hadhi. Thot, cili burr o të bë gati për që këtë saat, kur ti e prit vdekjen. Thot, ala rajulun ya'malu limithli yawmi hadha. Cili burr bëhet gati për që këtë ditë sikurse kjo. Edhe ka filluar me kajt. Gruaja e tij Darda i ka thonë, tabki wa qad sahabta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot po çan ndërkaq ti ke qenë shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tabenët e kanë ndje shumë këtë pjesë. Do thonë e kanë ndje që o zor mi mris sahabët, fakti që ata e kanë në afërsi të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka thonë Abu Darda Darda si ka thonë wa ma li la abki wa la adri ala ma uhjamu min dhunubi. Thot çysh mos me kajt, thot a unë nuk e di çysh kam kon halli jam me gjunat e mia.
që mos më kajt, a nuk e di që më kon halli jam me gjunohat e mia. Abu Darda padyshim ka ndiku fuqishëm te Umu Darda. Padyshim ka ndiku fuqishëm te Umu Darda. Fragmenti është një pjesë që jam i pafuqishëm me e shpjegu në plotësi. Ndaj kërkoj falje nëse do thot e konsumoj si temë, mirë po realisht është mirë ndoshta me reflektu për trajtesat të së ardhmës, ndoshta edhe më të gjona. Sidomos ndoshta pas një moshe më shumë të pjekurisë. Umu Darda thuhet që kur i ka ardhur vdekja Abu Dardës e ka bërë këtë muhabet, që është domethënë fragmenti i sotëm. I thot kështu, thot innaka khatabtani ila abawayya fi dunya. I ka thonë Umu Darda Abu Dardës, thot ti më ki propozu të printe me për më pas gruan këtë dynjë. O kom propozimi yt. Edhe si rrëdhëm i këtij propozimi unë jam bë bashortë jote. Thot fa ankahuka. Thot edhe më kanë dhënë te ti. Më kanë dhënë te ti edhe më bë gruaja jote. Thot wa ana akhtibuka ila nafsika fi al-akhirah. Thot e unë thot po të propozoj që më kon gruaja jote në ahiret. Ti më ki propozu për dynjë, tash unë po të propozoj për ahiret. I thot Abu Darda thot fala tankihina ba'di. So kon shumë e re Umu Darda kur ka ndruar jetë Abu Darda, thot atëherë thot nëse do më kon gruaja në ahiret, mos u marto pas meje. Mos u marto pas meje. Rëndësishme kjo është mesele që ndoshta s'ka nevojë më zgjenu, domethënë shumica dietarëve vlerësojnë që nëse një grua ka pas më shumë se sa një martesë dhe ata muslimanë bëhen banor xhenetit, kjo i takon burrit që ka pas martesën e fundit. Që ka pasur martesën e fundit. Thot nëse ti po do më kon gruaja në xhenet, atëherë thot mos u marto pas vdekjes sime. Pas vdekjes vjen edhe lyp Muavija radhiyallahu anhu. E lyp më i miri i umetit, më i autoritetshëm i umetit, edhe halifja i këtij umeti. Edhe ka zonë këtë muhabet, edhe domethënë Muavija tërheqet nga propozimi. Përmena të transmetohet dhe thuhet wa kana laha jamalun wa husn. Përmena të transmetohet që u kon shumë e bukur. U kon shumë e bukur. Mirë po, tema nuk është kjo pjesë. Tema është që kjo suqelësia e kësaj gruaje, e që realisht është edhe suqelësia e burrit të saj, me bë martesë me një farë vlere të veçantë. Domthonë ka lloj-lloj martese. Ka lloj-lloj arsye të lidhjes së një kurore. Veç pas ka edhe bashkëtorësi, pas ka kuror, edhe pas ka martesë me sy ka ahireti. Domthonë, ka me sy ka pasunia, ka me sy ka bukuria, ka me sy ka autoriteti, ka me sy ku diun çka, ama pas ka edhe martesa dhe lidhja dhe kuror e cila syti ka ahireti. Kështu që tjerat janë ndoshta pa denja sonte mi trajtu. Kush i ka trajtu sy qëra ka, inshallah ndoshta në ligjatë tjetër. Sonte me lenë Allah subhanahu wa taala, me analizu që këtë pjesën, domethënë martesa, kurora, bashkësia, lidhja e cila i ka syt ka ahireti. I ka syt ka xheneti i Allah subhanahu wa taala. Për me trajtu këtë temë na duhen dy ndalje. Ndalja e parë ka të bëjë me trajtu bazën islame për temën e bashkësisë. Çysh ndërtohet? Domethënë ne mundemi mi citu sonte 10 hadithe. Mundemi citu qindra fjalë dietarëve dhe selefit çysh ndërtohet një familje, një bashkësi. Mirë po baza është në 3 hadithe. Baza është në 3 hadithe. Çdo 3 hadithe ndër vëllezër. Kush i kupton mirë? Qoftë për vete, qoftë për fëmijët e vet. Qoftë për vete, qoftë për miqtë e vet, për shokët e vet, për vëllezërit e vet. Me lenë Allah subhanahu wa taala, konceptin e martesës ka koncept puro islamik. Çdo tria mos më kuptu. Do të thonë, krejt vlerat më pasën, nuk mundot me shku në një pastërti islame koncepti i bashkësisë. Saktësisht bëhet fjalë për 2 hadithe që flasin për zgjedhjen e bashortës, edhe një që flet për zgjedhjen e bashortit, edhe një hadith që flet për ngjarjen post martesës. Hadithi i parë është shënim Imam Buhariu Muslimi prej Abu Hurairës, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë tunkahul mar'atu li 4. Një grua martohet për 4 gjëra, për 4 arsye. Njerëzit motivet e martesës e kanë çdo 4. Imam Nevaviu kur e komenton thotë tregon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam çka zakoni njerëzve. Nuk është tu propozimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kto thon çështu njerëz martohen, pavarësisht për çdo arsye. Thot limaliha. Dikush martohet për pasurinë e saj. Thot wali hasabiha. Për atë peshën që ka në shoqni, vlerën, arritjen, preardhjen familjare kështu më radh. Wali jamaliha, për bukurinë e saj. Wali diniha, edhe për fenë e saj, për fetarinë e saj. Thot fadhfar bi dhati dini taribat yadak, thot kshir merra çka ka din, thot lumshin durt. Edhe pse kjo fjalia e fundit ka interpretime ndryshme. E shënon Imam Tirmidhiu, një hadith tjetër, që shënon Imam që Albani thotë hadithi është sahih, për Abu Hurairës se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Idha khataba ilaykum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Nëse dikush vjen me kërkuar vajzën, për domethënë me kërku dorën e vajzës për martesë, edhe ju jeni të kënaqur
me fetarinë e tij edhe me moralin e tij, me sjelljen e tij, me akhlakin e tij. Thot atëherë martoni. Atëherë jepni një çikën për martesë. Thot illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid. Nëse nuk veproni kështu, thot ka më bë fitnë në tokë, edhe ka më bë fesad i gjan. Në vëllazër këto dy hadithe, para se më përmend hadithin e tretë. Këtu thash janë dy hadithe bazë. Çto sillet këtë muhabeti çysh bëhet për zgjedhje. Çysh ndërtohet një familje me kritere të sakta. Pse te gruaja nuk është përmend morali? Domethënë kur ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam martohet gruaja për katër. Martohet për peshën e saj, për bukurinë e saj, për pasurinë e saj, për dinin e saj. Ktu s'u përmend morali. Ndërkësh kur u përmend me ardh një djalë me lyp një çik, u përmend kur të vihet dikush që jeni razi, jeni të kënaqur me fen edhe me moralin e tij. Pse ka përmend kësaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Një prej interpretimeve është kësaj, se nuk paramendohet fetaria e femrës pa moral. Domthon kur thot për fenë e saj nën kuptohet, domthon pa shmangshëm që do të mund edhe moralshme, do të mund edhe sjellshme. Dhe sikur domthon fetaria e saj e humb vlerën nëse i mungon morali dhe sjellja. Nëse i mungojnë virtytet. Domthon shumë fetari me pas, nëse s'ka moral edhe sjellje, nëse s'ka turp, nëse s'ka do vlera të virtytshme, apo me varforme sikur domthon kuptohet që çka ka pi fesë nëse s'ka moral. Ndërkaq kur e ka përmend domthon te burri moralin edhe domthon fetarin i ka ndonë veçmas. Edhe pse nuk kuptohen edhe te burri, kjo ka ndonë ndoshta për dy arsye, e para se shpesh din burrat më kon fetar të mirë, po jo njerëz sjellshëm. E para, dhe e dyta e ka përmend të dyja për arsye se të dyja duhet më analizu veçmas. Për arsye se ka njerëz e kanë sjelljen shumë të mirë, por nuk e kanë fetarin nivel, dhe ka të tjerë të cilët fetarinë e kanë nivel, po sjelljen se kanë të mirë, edhe ka ata të cilët i kanë të dyjat, domthon në nivel. Që i bie domethënë kur vend dikush që i ka edhe sjelljen, edhe fetarinë të dyjat, ky ka më shumë përparësi se sa njëri i cili ka veç fen po s'ka sjellje. Ose sa tjetri ka shumë sjellje po nuk ka domethënë shumë fetari. Ndërkaq nëse vend që ka domethënë ndallim, atëherë kanë thonë dietarët duhet mos me pas diskrepancë të madhe. Domethënë nëse dikush për shembull vend edhe e lyp një vajzë, edhe ka shumë dallim mes sjelljes edhe moralit edhe virtyteve të tij edhe mes fesë. Njëna shumë kundrejt tjetrës, atëherë domethënë duhet me mos me pas një diskrepancë, një dallim të madh, sepse distanca e madhe e bën një familje jo të lumtur edhe nëse është stabile. Kuptimin që ndoshta familja vazhdon, po jo që është e përmbushur edhe, domethënë e lumtur, kështu që nëse ka dallim të madh të vlerave, mund të marrë çka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, illa taf'alu takun fitnatun fil ard wa fasadun arid, nëse veproni kësaj, tumat me moral, tumat me sjellje, tumat me fetari, thot ka më bë fesad i madh, ka më bë fitnë në tokë edhe ka më bë fesad i madh. Çka është fitnja dhe çka është fesadi në këtë hadith? Çka është fitnja edhe çka është fesadi në këtë hadith? Përfundimi i një muslimane te një xahil është fitnë dhe fesad sipas hadithit. Një çike një muslimanit me shku me përfundu në bashkësi me një xahil, me njëri pa moralshëm, me njëri pa sjellshëm, me njëri që sikojnë forcat e Allahut subhanahu wa taala, domthon veç që ka përfundu, edhe nëse tu ka ratu çika. Edhe nëse ajo me një farforme me rregullat e shoqënisë tonë ka një jetë stabile, apo përfundimi aty është domthon fitnë dhe është fesad. Pse është fitnë dhe fesad? Kan thonë dietar se bëhet fitnë sepse prishet rendi shoqëror. Domthon prishet rendi ku domthon nuk u vlerësua kafetaria. Kjo u prish moreni i shoqënisë. Edhe e dyta është fesad sepse krijohet pastaj si rrëdhimi i këtyre familjeve, krijohen familje dhe pasardhës pa vlerat e Islamit. Se ti kur e ki çikën të udhëzume, edhe të rrit me udhëzim, edhe e çon në shtëpi xhahilit, ai nuk shkon domethënë tu i mor vlerat e Islamit, po me gjas pasardhësit kanë i mor vlerat e prindit i cili dominon më shumë, e që zakonisht domethënë dominon domethënë baba. Ndaj Shabi, sikur se ka shënuar me Haqiu, ka thonë men zawaja karimatahu min fasiq faqad qata'a rahimaha. Thot kush ja jep çikën një xhahilit, një fasikit, një që nuk i kryen obligimet ose bën mëkate të mëdha, thot e ka kaput lidhjen me atë vajzë vetën. Me formë ti ndoshta ki lidhje formale, apo ki komunikim, ki vizite kështu më radh, më po i ki bosh shumë zullum. I ki bosh shumë zullum përderisa domthonë e ki leju më martu me një, domethënë me një fasik. Kështu që vini rënë këtë hadith. Nëse veproni kësaj bëhet fitnë dhe bëhet fesad. Çka i bie kjo vëllazni? Çka është e kundërta e fitnës dhe e kundërta e fesadit? E kundërta e fitnës është qetësia, edhe e kundërta e fesadit është reni. Që i bie nëse ti do, domethënë bashkësi me ren, edhe me qetësi, i bie që duhet me mat me fetari edhe me moral. Nuk mat me fetari edhe me moral, ka fitnë edhe ka domethënë fesad.
Hadithi i tretë, që është bazë për në kuptu këtë temë, është një hadith që na shumë e citojmë, shumë e ngojmë, shumë e ligjerojmë. Mirë po, kom dëshirë që ta analizojmë sonte këtë hadith në kuadër të kësaj çështje. Domethënë, shënimi Muhamedi Imam Buhariu për Abdullah ibn Umerit, se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, kullukum ra', secili prej juve është bari, është çoban. Thot wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Edhe çdo njeri prej juve është përgjegjës për kopën e vet. Çdo njeri është përgjegjës për kopën e vet. Thot el-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Thot prijesi, kryetari është thot një bari edhe është përgjegjës për kopën e vet. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Thot burri është thot bari për familjen e vet, për shtëpinë e vet. Edhe thot ka humor në përgjithësi për kopën e vet. Ku është baza e këtij hadithi me domethënë me temën e sotme? Baza ndër vëllezër, edhe ku është arsye, ku ka lidhje kjo me përzgjedhjen e bashortës ose bashortja motra muslimane në përzgjedhjen e bashortit, se me martesë bëhesh përgjegjës. E i bie që me kë martohesh do të me kuptu që ti tu hin në një ngjarje për të cilën kimo vetë në ahiret. Dhe nëse nuk e kupton që ti mundesh me një xhenem shkaku i kësaj kontrate të reja, se si kime procesu tutje kontratë, se si kime vepru tutje me këtë kontratë, atëherë i bie domethënë që nëse nuk është një fetari që me kuptu përgjegjësinë e të qenit ti nesër bari, atëherë nuk e ki në krah për me të ndihmu me dal faqebar domethënë në projektin tan domethënë të bashkësisë. Kështu që kush mundet me të ndihmu në bashkësi, mundet me të ndihmu që ai shikoj syt ka ahireti. Sigur se kush mundet me ndihmu një motrës muslimane në bashkësi, mundet me ndihmu për me dal faqebar në ditën e gjykimit kur hipet llogaria, që ai i cili ka syt ka ahireti. Ndalja e dytë, e që besoj është një çështje që kena diskutuar shpesh me vllaznik, e ndoshta sot është mirë me konkretizuar në një mësim, çka do të thonë për zgjedhje e mirë. Çka do të thonë për zgjedhje e mirë? Nëse lëmi si muhabet të gjerë, ndoshta secili neve i referohemi për caktimet tona të mëparshme. Për zgjedhja e mirë është e gjon. E para është ajo që ka përmendur Allahu subhanahu wa taala, el-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Njerëz e këqij janë për të këqija dhe gratë të këqija janë thot për njerëz të këqij. Wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat, dhe ato të mirët janë për të mirët, edhe të mirët janë për të mirat. Saktësisht soji i mirë me sojin e mirë. Çka për zgjedhja kryesore? Lloji i mirë me llojin e mirë. Pse lloji i mirë me llojin e mirë është baza? Sepse lloji i mirë bëhet me llojin e mirë për vlerat e mirave të cilat i takojnë njëjtë. Për vlerat e mira të cilat domethënë i takojnë njëjtë, e kur i takon të njëjtave vlera, ka logjik me punu bashkë për mirujt ose mi zhvillu ato. Nëse domethënë i takojnë njëjtë, edhe i runi njëjtë, edhe domethënë i zhvilloni njëjtë me lejen e Allahut subhanahu wa taala. Thelbi i kuptimit të kësaj teme ndër vëllezër ka të bëjë me një fjalë të Aishës radhiyallahu anha, ka thënë: "En-nikahu riqqun falyanzur ahadukum ayna yad'a karimata." Thotë këshirni ku po i lini vajzat e juaja se mundën me përfundu në skllavëri. Këshirni ku po i lini vajzat e juaja, thotë se mundën me përfundu në skllavëri. Nëse përzgjedhja gabume nën kupton skllavëri, atëherë çka i bë përzgjedhja saktë? Çka i bë përzgjedhja saktë? E ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, shënimi i Muhamedit, Sheikh thotë që hadithi është sahih prej Sa'd ibn Abi Waqqasit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Min sa'adati ibn Adam thalath, wa min shiqwati ibn Adam thalath." 3 gjona janë që e përcaktojnë lumturinë e birit të Ademit në dynjë, edhe 3 gjona e përcaktojnë fatin e keq të birit të Ademit këtë dynjë. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prej, domethënë thotë min sa'adati ibn Adam al-mar'atu salihah. Thotë më koni lumtur biri i Ademit këtë dynjë, e para thotë është gruaja e devotshme, gruaja e mirë. Thotë wal maskanu salih, edhe thotë banimi i mirë, wal markabu salih, edhe do thonë mjeti i mirë i transportit, edhe ka përmendur kundërton tek do thotë fati i keq. Çka i bie për zgjedhje e mirë? E para, fillimisht një vërejtje, këto çka do që kam e përmend, realisht janë për të dy gjinit. Do të thonë parimisht ashtu. Po edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ose sahabët kur i kanë këshillu, kanë pas komunikim me xhamatin që e ka pas përballë, edhe natyrshëm u kon komunikimi drejtuar meshkujve, mirë po jo që domethënë janë vlera, domethënë ekskluzive për ta. Për zgjedhja e mirë i bie Abdullah ibn Imam Ahmed thotë që i ka thonë ditë babës vet, i më jep një nasihat, më jep një këshill. Të dytë imam, edhe Abdullah ibn Imam edhe babai vet. Edhe i thotë: "Ya bunayya inwil khayra fa innaka la tazalu bi khairin ma nawayta al khair." O birjam thotë, kije njetën e mirë se sa herë ki më kon në hajër si ta kesh njetën e mirë. Domthonë përzgjedhja e mirë e bashkëshortës ose e një motë muslimane, përzgjedhja e mirë e bashkëshortit është të njëjti. Domthonë nëse njëjti është ndershmëria, nëse njëjti është mjaftu umetit një familje të mirë, nëse njëjti është stabiliteti, nëse njëjti është
do thot i qeltër, i pastër me lenin Allahut ka hajër. Nëse njëti është diçka tjetër, do thonë këto është piknisja e dështimit. Këto është piknisja e dështimit. E dyta, përzgjedhja e mirë është pikërisht fjala e Umudardës. Wa ana akhtibuka ila nafsika fil akhirah. Po të propozoj për ahiret. Domethënë përzgjedhja e mirë është kur më të mirë a ki më ka me këtë gruan ahiret. Domethënë ai kryen obligimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. A u të bë gati për me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë njerëzit që jeton sot edhe destinohet për zjarrin e xhenemit, ban mëkate haptazi ose nuk hek dorë për gjunave. Me një farforme është e kërcënuar me përfunduar zjarrin e xhenemit, mos vojmë më nëse është pozicionu kundër fesë Allahut ose vlerat e Islamit e kështu me radhë. Që i bie domethënë përzgjedhja e mirë është një përzgjedhje në cilën nis këtu dhe përfundon xhenetin e Allahut te baraka wa taala. Shënoni Imam Ahmedi, Shalmani të hadithi sahih për Thawbanit, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë li yattakhidh ahadukum qalban shakira. Secili prej juve li ta ketë zemrën mirënjohëse ndaj Allahut subhanahu wa taala. Wa lisanan dhakira, ta ketë gjuhën që e përmend shumë Allahun subhanahu wa taala. Wa zawjatan mu'mina tu'inuhu ala amri al-akhirah. Dhe ta ketë një gru e cila i ndihmon për punët e ahiretit. Për punët e ahiretit. Po më një shembull, më kon më drejt për drejt. Për shembull, nëse ti elhamdullahu ullzuar dhe ki përcaktime të shëndosha fetare. Mirë, po për shembull, bashortja të bën shumë presion edhe kundërta. Nëse një motër është e ullzuar mirë, po bashorti bën shumë presion për mëkatet e verrës, për mëkatet e lakurisisë nëpër plazhe. Domethënë, në një farë forme ti mundesh me rën presion se domethënë krejt shkuan ose këtë familjarët po shkojnë ose kanë filluar edhe një pjesë fetare me shku në ambiente me përzierje kështu me radhë. Në mos pranon ti për shkakun, nëse ajo ai ka syt ka ahireti, edhe që mendon se çi ky pushim mundet më kon një javë në dynjë, po mundet më kon vite tu djeg xhenem nesër. Apo? Edhe më thonë unë po sabran se kurrë në jetë nuk vin mundësit me shkon halal. Sepse domethënë mas me ahiret. Domethënë çka mundet më kon për një gru, nëse e bën gabull me u djeg burrin zjarmin e xhenemit, vetëm se me bani pushim me haram, edhe anasjell çka mundet më kon për një domethënë për një burr që e bën gabull një gjatë tillë me u djeg bashorti janë zjarrin e xhenemit. Ai i cili ka syt ka ahireti, domethënë këto sene janë shumë të vogla për milion për hit Allah te barekuhu teala. Këto sene madje i vën marrë me thonë që na tu sakrifikuar dhe po bëjmë sabër. Muslimanët janë të bëjnë sabër, domethënë nën trisnia, nën diktatura të larta, nën pushtete shumë zullumçare, u thon. E ky u të thonin na të bëj sabër që nuk na të mujt me shkuar edhe det në pushim verrës. Nuk kjo turp për musliman. Mirë, po pse ka ra pazarit që ka? Se sot u mot me ahiret. Sot u mot me ahiret se shkon në punë, kolekte punës e bëjnë këtë mohabet. Shkon te të afërmit, kryesisht bëhet kjo bisedë, edhe pastaj ky është ai durimtari i madh. Nuk je durimtari i madh. Veç je i habituri i madh që nuk je të mot me ahiret. Edhe habitura e madhe që nuk u të mot domethënë me ahiret. Kështu që përzgjedhja e mirë është ajo e cila edhe ai i cili mot me ahiret, edhe me lenin Allah subhanahu wa taala domethënë kemë pasën tjetër jetë. Përzgjedhja e mirë është hadithi që citu më herët, domthon katër arsye të martesës, edhe fadh bi dhati din taribat yadak. Merresha kafetari të lumshin duart. Merresha kafetari domethënë ngjyrosit përgjithshme kafeja. Nuk e ka thjesht një hijab ose ai vetëm një mjekër, nuk e ka ai thjesht një namaz e tjerat nuk ka fetar. Fadh bi dhati din merre me fe, ajo shka e ka edhe ai shka e ka fejen në ngjyrim të përgjithshëm. Feja në përgjithësi e përcakton realitetin e tij, jo në disa segmente të caktuara. Domethënë përzgjedhja e mirë është ajo përzgjedhje ku domethënë përcaktimi i propozimit është përcaktim i plot në fenë Allahut te bareke ve taala. Çka është përzgjedhja e mirë? Ka me disa therrë që thuhet kësaj. Përmendën si fjalë e Pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, si fjalë të tjerë, dikush e bën sahih këtë dhe dikush tjetrën e rëndësishme. A'dhamu an-nisa'i baraka aysaruhunna ma'una. Gratë me mas shumë të bereqet janë ato të cilat janë më të lehta në shpenzime. Nuk kena të folë këto është e lejuar ose është e lejuar. Është e lejuar ose ki mundësi mu zhyt në luks, ajo është problem i ty. Mirë, po a hu bereqeti, hu bereqeti. Domthon, cilat familje janë më me bereqet? Familje të cilat nuk janë shumë të zhytuna në shpenzime. Familje të cilat nuk masin lumturinë e familjes me domthon mundësitë e harxhimeve. Saktësisht mos me kufizu këtë hadith ose këtë ether vetëm të çështja e mehrit ose të çështjet e domethënë përgatitjes së parë të martesës. Në përgjithësi, për me shku bashkësia më me bereqet, duhet më kanë më të lehtë çiftin në raportet që kanë të bëjnë financiare. Edhe nëse i kanë rënët më të mira në dynjë. Këtë dynjë. Por me thjeshtësu, po i marr dy shembuj. Domethënë, kur ti krejt bashkësinë e lidh me shpenzimet e tepruara dhe të palogjikshme, kadal e përjashton ahiretin domethënë prej epicendrës. Ngadalë, nuk na të vol halal haram, i na të folën
cila është më e bereqetshme, cila është më e frytshme. Domthon kur del ahireti prej epicendrës, nuk ka më disponim familjar që matematika dhe plani dhe agjenda e familjes mund ndërtu në bazë të elmit, në bazë të ibadetit, në bazë të ndihmës së të tjerë kështu. Por me qenë ndoshta edhe më i thjeshtë. Për shembull, mikpritja edhe ndihma për tjetrin, për nevojtarët. Të cilët familja është më e vënë re sa do të kaluam. Të ato që kanë më shumti, ata ato të cilët kanë bereqet më shumë. S'po them të ato që kanë më pak, po kanë zemër. Janë të cilët kanë zemër. Ajo zemër është disponim familjar. Ajo zemër më dhani bukë ose më dhani ndihmë. Ajo zemër që ndoshta kufizohet vetvete për mundgjin të tjerëve. Domethënë ajo është tipik domethënë në tradita e trashëguar e solidaritetit që e kanë pasur populli jon. Mirë po kur ka kalu pastaj edhe u kthys në standard tjetër, domethënë bashkësia, është krijuar individualizmi, është krijuar një materializëm i egër, po edhe domethënë është krijuar një koncept i ndjekjes së kohë të trendeve, edhe nëse ato e bëjnë që çifti mu privu për njëri tjetrit. Ç'ka i bie kjo? Domethënë për një bashkëshort me pas më shumë bashkëshortën afër vetes edhe shtëpisë vet, edhe me pas më shumë kohë më bereqet. Mirpo trend me ik pi shtëpisë, edhe pastaj e lejon me ik pi shtëpisë, mu angazhon angazhime të padobishme, ndoshta edhe që s'ka nevojë financiarisht familja, vetëm për me shkuar në ndjekje të trendit, ndonë se kjo shkon në privim të familjes edhe fëmijëve. Edhe anasjelltas, për një bashkëshortë është pasuni edhe është vlerë nëse ka më shumë kohë bashkëshortin e vet. Mirpo për me mujt mimrin standardet e kota të ngrituna pa logjikshëm, është e pritshme që edhe me 2 fishu punën, edhe me 3 fishu punën, ndoshta edhe me javë mos më pa, vetëm domethënë me ngopën apetitet e kota. Domethënë ti e privon vetveten thjesht për përcaktime të kota. Pse ka ndodhur kjo? Kjo ka ndodhur shkaku i humbjes së bereqetit. Shkaku i humbjes së bereqetit, ndërkaq bereqeti një prej formave që u kërkua kanë bashkësi, domethënë me ulën koncentrimin të çështja e domethënë e shpenzimeve. Përzgjedhja e mirë i bie ndër vëllezër, thot Omer radiallahu anhu, thot la tughalu fi saduqatin nisa. Thot mos këshirni me e pagu shumë meher shtrenjt edhe shumë shpenzime me bë për martesë. Thot fa inna dhalika law kana makrumatan fi dunya wa taqwa 'inda Allah kana awlakum bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thot sepse ti po të kish qenë vlerë sa më shumë me shpenzu, edhe ti shkon kjo devotshmëri, i pari që e kish bë i shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I pari që e kish bë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çi kjo përgjigje e mirë, a ka të bëjë të shpenzimet, kjo nuk ka të bëjë të shpenzimet. Omeri po thot, kanë ki shembull, e ki pejgamberin sallallahu alaihi wasallam atë çetër ka. Domthon ekziston formula e mirë çka i bë bashkësia e mirë. Kështu që përzgjedhja e mirë është përzgjedhja ku ti ose ajo e ka një model çish i bë mu kanë bashkësia e mirë. Ne kena pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kena gratë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, i kena sahabët edhe sahabeshat, tabenët edhe tabiinat. Domthonë që kjo është shembulli edhe modeli tëra. Nuk mund të më kanë model dikush i cili u zhyt në postmodernizëm. Nuk mund të më kanë model dikush i cili ka rënë viktimë e feminizmit. Nuk mund të më kanë model dikush i cili domthonë është peng i këtij globalizmit egër. Nuk mund të më kanë model dikush i cili nuk ka adresë, nuk ka letë njoftim, nuk e di çfarë do të dash. Mëna i ka krizat e veta, lenë Allah e letoft aty në kriza. Ai nuk mund të më kallëzoj shumë modeli. Është i qartë, Omer radhiyallahu anhu sigurisht thotë kush do mu rahatun martesë, duhet me di çfarë modeli po përcaktohet. Duhet me dinë çfarë shembulli po përcaktohet. Domthon, unë jam i devotshëm, ajo duhet të më devotshme. Unë kam vëmendje për ilmin, ajo duhet me pranu vlerën e ilmit nëse nuk është e ilmit. Ajo duhet kësaj, unë duhet kësaj edhe anasjelltas. Për arsye domthon që nuk mundesh me ndërtu vlera nëse përcaktimet e tua janë të lëkundshme. Ti duhet mu përcaktu sakt, edhe me rejën e Allah subhanahu wa taala dhe vlerat kanë qenë të frytshme tutje. Përzgjedhja e mirë e shënon Abu Davudi që Albani thotë hadithi sahih për Abu Hurairës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "Rahimallahu rajulan qama min al-layli fa salla." Thotë Allah më shëroft një burrë i cili falet natën, çohet natën mu fal namaz natë edhe falet. Thumma ayqadha imra'atahu fa sallat. Thotë pastaj zgjon edhe gruan e vet për mu fal edhe e falet. Fa in abat nadaha fi wajha al-ma. Nëse ajo refuzon, thotë ky ndihmon mu zgjut duke sporkat me ujë. Wa rahimallahu imra'atan qamat min al-layli fa sallat. Dhe Allah më shëroft një grua e cila zgjohet natën për mu fal edhe falet. Thumma ayqadhat zawjaha fa salla. Pastaj zgjon burrin e saj edhe ai falet. Fa in aba nadahat fi wajhi al-ma. E nëse refuzon thotë e sporkat me ujë. Domethënë përzgjedhja e mirë i bë ku ti qartë e di shkallët e fetarisë me kanë mundesh me çutë para. Domthon ti i ki do shkallë fetarisë që menon me i përcaktu. Këtë rast namazi i natës është shkallë për shkallave të fetarisë, duhet bashkëulltari i jetës më kanë që e çmon edhe punon edhe përpjeket për me çutë para këtë projekt.
Po jo vetëm domethënë shkollat e fetarisë, madje edhe misionet e fetarisë. Ti si musliman e keni ngjarje fetarisë që ti do me çuj islamin të parë. Me e lënë një gjurmë për fenë Allah te barekutaala. Me e lënë një gjurmë për shembull davet ose me e lënë një gjurmë për kontribut të në komunitet. Duhet edhe bashkëpunëtari i jetës me pas vlera të cilat të ndihmon për me mujt me bë këtë udhtim. E shënon Imam Buhariu pe Abu Huraira radhiyallahu anhu thot, ata Jibrilu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Nihar ka Jibrili te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe ka thënë dur Allah. هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب. I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Jibrili thot otuar Khatijja edhe ka thot me veti ushqim ose pije ose në diçka një enë që ka ushqim. Thot fa idha hiya atatka faqra alaiha as-salam min rabbiha wa minni. Thot kur vjen Khatijja thot bani selam prej Zotit tëm, prej Zotit të saj edhe pi meje. Bani selam. Jibrili thot pejgamberit sallallahu kur vjen Khatijja, bani selam. Thot wa bashirha bi baytin fil janna min qasabin la sakhaba fihi wala nasab. Edhe përgëzoje me një shtëpi në xhenet, në cilën thot është e ndërtuar prej florinëve, edhe nuk ka thot kur far lodhje. Çka ka këtu florinët, do vëllezër, edhe lodhje. Se Khatijja i ka do lodhjet bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. I ka do mërzit bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka duru domethënë çat gjendjen me këtë deri sa ka nduru për ushqim bashkë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E kjo meriton më konë me një shtëpi të florinëve në xhenet, ku s'ka domethënë, ku s'ka lodhje. Madje ndërlëzër keni vëmendje domethënë Jibril alayhis salam, edhe ky hadith që është në Buhari, domethënë që është i pakundësueshëm hadith sahih, vjen për me vërtetuar që njerëz të mëdhaj, domethënë ngjarjet e tyre kanë në afërsi, domethënë bashkësi shumë suksesshme me gra shumë domethënë të përkushtuar. Sepse nuk është ngjarje që ti ke më bën në një rrugtim edhe një vrapore krejtësisht domethënë ndamas. Përgjigje e mirë shënim e muslimi për Buhari's për Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la yafrak mu'minun mu'mina. Nuk ban besimtari me urrejt besimtarin. Domthon bashortën e tij besimtarin, nuk ban me urrejt. Thot in kariha minha khuluqan radi'a minha akhar. Thot nëse nuk i pëlqen një sjellje e saj, e ka një diçka tjetër që i pëlqen pe sjelljes së saj. Au qala ghayruhu, au po ka thonë fjalë tjetër. Çka është përgjigja e mirë sipas këtij hadithi? Përgjigja e mirë është kur bazën bashkësi e kit shëndosh e këto tjerat janë detaje. Të tjerat janë detaje, domthon detajet mundën më kanë në plus edhe minus. Ama bazat nuk kanë shumë shëndosh. Cila baza? La yafraqu mu'minu mu'mina. Besimtari nuk e urren besimtarin, domthon e ka përmend emrin mu'min edhe mu'mina. Domthon njerëz që i kryen obligimet edhe kanë fetarinë në nivel. E pastaj tjerat janë detaje. Pastaj tjerat domthon janë detaje. Përgjigja e mirë, shënon Imam Ahmedi, Sheikh Albani thotë që hadithi është sahih prej Thaubanit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ayyuma imra'atin sa'ala zawjaha at-talaqa min ghayri ba'sin fa haramun 'alayha ra'ihatul janna." Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, cila do gru e cila kërkon talaq, divorc për burrit të saj, pa doni arsye, pa doni të keq, s'ka ndodhur kurrë, thjesht do me prish kurorën. Thotë ajo e ka haram erën e xhenetit. Ajo ka haram erën e xhenetit. Çka përgjigje e mirë sipas këtij hadithi? Domethënë përgjigja e mirë është që ti duhesh me bë kontratë me dikën që i beson kësaj kontrate sheriatike. Jo kontratës kanonore, jo kontratës kulturore. Kontratën kulturore dhe kanonore dhe ligjore, domethënë kur do çish do e prish. A nëse i beson kontratës sheriatike, ai beson që rrezikohet me hub xhenetin. Domethënë duhesh me martu dikë e cila i beson kontratës edhe urdhresave domethënë fetare. Çka përgjigja e mirë? E dini hadithin ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takon Xhabirin edhe kupton që është martu. Edhe e pyetot a e martu thot me vajzë beqaresh apo e martu me një që ka qenë martu me më herët. Edhe Xhabiri ka treguar thot ja martu me një e cila ka pas më herët martesë. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë si martu me një beqaresh. Edhe ai ka thonë ja Rasulullah, baba mi ka lënë 9 motra. Baba mi ka lënë 9 motra. E ka marrë një grua e cila ka pasur martesë më parshme, që ajo më kujdes më mirë për këto. Edhe domethënë më konën në një mosh tjetër nga motrat e mia që e mujt me ndiku pozitivisht te këto. Përgjigja e mirë është duhet me zgjedh çka të përshtatet në realitetin tan, jo në imagjinatat e tua. Mundesh më konë në një situatë, apo më mirë është me marr kësaj se sa me marr ndoshta një e cila u kon beqaresh, po ti nuk i ke rënin për ta. Ti nuk e ke rënin domethënë për ta. Domethënë mësimi i përgjithshëm, jo vetëm në këtë rast, sikurse rasti i Xhabirit, domethënë gjendja jote e shkollimit, gjendja jote e punësimit, gjendja jote familjare, gjendja jote kulturore, gjendja jote urbane ose provinciale, duhesh mi marrë të senë të cilin në realitetin tan çka të përshtatet. Në realitetin tan çka të përshtatet, për arsye se nëse ti marr vetëm me çka do, e jo çka është realiteti yt, domethënë tash të bë malet,
po pastaj mund domethënë me dal më shtrejt. Përzgjedhja e mirë është një përzgjedhje që e dini atë rastin që kam përmendur edhe xhetiju, rastin e Omerit radhiyallahu anhu kur ka qenë duke shëtit edhe duke u kujdes edhe duke hallakat se si gjendja e Medinasve, derisa nalet në murin e një shtëpie dhe pushon. Natën pushon i mbështetën tek muri i një shtëpie. Edhe dëgjon bisedën e një nanës me vajzën e vet, kur ka puna me e përzi qumshtin me ujë. Me përzi qumshtin me ujë. Edhe vajza refuzon kërkesën e nanës me përzi qumshtin me ujë, thotë se Omer radhiyallahu anhu ka bërë të madhe këtë punë që nuk lejohet. Edhe pastaj i ka thonë Omeri nuk na nin, as tellalli i Omerit nuk na nin, e pastaj ka thonë na nin Allah subhanahu wa taala, kështu që nuk bën me bani gjatë tillë. Kur e ka nin Omeri radhiyallahu anhu këtë fjalë, i ka thonë atij shoqësit të vet, ka thonë merr edhe bani një shenjë te kjo shtëpi, se është natë. Bani një shenjë që ta dimi nesër shtëpia kujt është. Edhe shkon edhe i thotë djemve të vet, cili do dosh më martu, i sa më kon dosh më martu, edhe shkojnë e gjejnë shtëpinë, ajo shtëpi s'ka pas domethënë burr, e kërkon vajzën për djalin e Emirul Mu'minin. Për djalin e prisit të besimtarëve, mirë po këtu do të më pas konsiderat në diçka. Qysh Omeri u kon çka sigurt me lypën, vetëm me një shenjë të bërë në një shtëpi natë. Qysh u kon çka sigurt, veç një shenjë me bë me një shtëpi, pa e ditë emrin, pa e ditë mbemin, pa e ditë kabilën, pa e ditë fisin, pa e ditë kur gjë, pa e ditë babën e kështu me radhë. Për arsye në vëllezër se kjo lidhet me atë që kemi trajtuar në gjatën e kaluar, domethënë Omeri u kon i bindën se kjo e ka mentalitetin e mirë, se babën e ka pas me mentalitet të mirë. Domthon ky soi ka dalë për një soi të mirë. Se ky soi që s'do të përzi haramin me halal, ky u rrit me këtë kulturë, u rrit me këtë mentalitet. Nëse u rrit me mentalitetin që duhet me bëj dallave, u rrit me mentalitetin që duhet me fitu domethënë me dinakëri. Domethënë edhe me shkuën në shtëpitë e Emirul Mu'minin me çat mentalitet çka. Ndërkash nëse u rrit me një mentalitet familjar, ku halali është prioritet, ku puna me ndjersë është prioritet, ku mos me përzihet domethënë pasurinë është prioritet. Domethënë ç'ky mentalitet i ka interesuar Omerit radhiyallahu anhu. Nuk i ka interesuar fisi i cili i takon, e as domethënë detajet e tjera. Për fund, du me përmendë një fakt edhe me përmbyll ku vendjes për zgjatjen. E di që mund të thonë fjali ndoshta jo lehtë e pranueshme. Duhet me zgjedh në vëllezër gruajën ose një motë muslimane me zgjedh burrin, jo vetëm duke menu çysh ky me jetu me ta, po aty e menu faktin çysh mundesh me jetu mas ndarjes prej saj edhe prej tij. Çfarë do të thonë kjo? Do të thonë ndarja është diçka që mundet me ndodh. Ndarja në divorci është diçka që mundet me ndodh, në fenë e Allahut ka ligje dhe rregulla për ndarjen. Nëse martohesh me një devotshme, edhe i vën reni muda, shumë lehtë e ki. Se i ka frikë Allahut, i di rregullat e Allahut e kështu. Edhe një motë muslimane devotshme, nëse martohet me një musliman të për një mend, nëse vend momenti deri të ndarja, domthonë e ka më lehtë mundo me një devotshëm se me një xahil. Ç'i bie kjo? Gruaja e ndershme, gruaja e mëshme, gruaja e devotshme, gruaja me familje të mirë, gruaja me prardhë të mirë, gruaja me soi të mirë, gruaja e cila e ka domthonë një peshë, një kulturë, një mentalitet të mirë familjar kësaj soi. Edhe muda me të nuk ka fatkeqësia sikur që është domethënë muda me një tjetër. Ndaj duhet me zgjedh të e menua edhe mundësinë e ndamjes. Jo që na e ndjellmi atë. Mirë po njeri i mençur e menon edhe këtë fakt. Nëse do ndamja, ajo mëson sikur ti ose sikur në bashkësi Kur'anin e Sunetin apo ja ndron plan programin e jetës. A vazhdon tutje me mësimet e selefit apo shkon me mësime të tjera. Ndaj, domethënë, bashkësia është shumë themelore mu menu që shkimi tu, po edhe nëse sprovosh domethënë me ndarje, se si me menaxhu tutje ndarjen, lutë Allahu subhanahu wa taala me mirë muslimanë bashkësi të shëndosh dhe të lumtur. Sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad.